Ndaj ju duhet ju që të votoni ndryshimin. Ndaj ju duhet ju që të votoni diçka ndryshe nga ata. Diçka të re, diçka e cila mund të sjellë standard tjetër në rroga, në pensione, në shkollim. Në rastin normal, 12 maj po fituan këta, do të jetë më i tmerrshëm se tani. Pse? Sepse këta do të marrin mesazhin që po dhunoje, prap të voton. Po vidhe, prap të voton. Po largoja fëmijën nga dheu, prap të voton. Po lëre me pension minimal që si jeton dot, prap të voton. Dhe ata do të shtypin edhe më shumë, sepse ju prap do i keni votuar. Ndaj është e rëndësishme që në 12 maj të ketë një ndryshim të madh. Të mos jenë me ata, po të jemi ne. Të mos jenë me ata, po të jetë ndryshimi, të jetë rinia, e cila ka ide të reja, ëndra të reja, standarde të reja, tjetër ndershmëri për ta çuar Shqipërinë përpara. Që është koha për ndryshim, bindini që është koha për të ndëshkuar ata që e vënë Shqipërinë. Bindini që duhet të sjellim një elitë të re politike për të bërë një ndryshim të madh në Republikën e Shqipërisë. Sepse nëse në 12 maj gjërat do të vazhdojnë njësoj në politik, në 12 maj 500.000 shqiptar të tjerë do të kenë mbledhur mendjen për të marrë valizhet. Kjo është një çështje e rëndësisë kombëtare, sepse kësaj here o Shqipëria nis kthesën e madhe, o Shqipëria nuk ka më kthim pas dhe vazhdon në derën që ka rënë.